Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha hodhi poshtë propozimet e Partisë Socialiste për një reformë të re administrative, duke argumentuar se ato mbështeten mbi një model që sipas tij ka dështuar. Në një komunikim online me qytetarët, Berisha deklaroi se ndarja territoriale vitit 2014, e cila reduktoi njësitë vendore nga 410 në 61 bashki, solli pasoja të rënda në zonat rurale. Zvoglimi me reformën territoriale të vitit 2014 kishte qëllimin më madhor përveç atij elektoral, dëbimin e butë të shqiptarëve nga Shqipëria. Berisha lidhi reformën dhe me migracionin masiv, duke pretenduar se Shqipëria ka përjetuar rënien më të madhe demografike në historinë e saj moderne. Dhe kjo politikë anti-shqiptare ka patur pasojat më katastrofale në rrafshin demografik mbi kombin shqiptar që nga viti 1300. Ai tha se mungesa e fuqisë punëtore po zëvendësohet me punëtor të huaj, duke përmendur njoftimet për rekrutimin e mira punëtorëve nga Vietnami. Këto ditë u shpall se do merreshin mbi 22.000 punëtor nga Vietnami, boshatisja e pamshirë e Shqipërisë nga shqiptarët. Sipas tij, opozita synon rikthimin e 100 bashkive, ndërsa numri mund të rritet më tej pas konsultimeve me komunitetet vendore. Dhe lam të hapur rritjen e numrit tyre në varësi nga konsultimet me komunitetet. Në përfundim të deklaratës, Berisha u bëri thirrje banorëve në zona që të reagojnë publikisht dhe të mos pranojnë ruajtjen e ndarjes aktuale administrative, teksa u bëri thirrje demokratëve dhe qytetarëve t'i bashkohen tubimeve qytetare të paralajmëruara. Dhe komunitetet e bashkive